لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, vetëm Allahun falenderojmë dhe vetëm për Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar të na falë gjunahet dhe gabimet tona, dhe lutim Allahun e madhëruar mbrojtësin e besimtarëve, ruajtësin e besimtarëve të muslimanëve, të na ruaj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allah I madhëruar nga mirësia e tij, nga mëshira e tij e udhëzoi në rrugën e drejtë, nuk ka kush ta humbë nga ajo rrugë përveç tij. Dhe atë njeri I cili Allah I madhëruar e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta rikthejë në udhëzim, ta udhëzojë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se I vetmi I cili meriton të adhurohet të drejtë është Allah I madhëruar I vetëm dhe I pashok, dhe se Muhamedi a.s. është robi I Allahut dhe I dërguar I tij. Të dashur vëllezër, ka kaluar nga Ramazani më shumë se gjysma e tij. Shkuan më shumë se 2 javë nga ky muaj I begat, dhe sikur ai ishte dje, sikur fillimi I tij ishte dje, dhe kaluan 2 javë shumë shpejt. Ashtu do kalojë dhe jeta e çdo njëri prej nesh, kur vjen momenti kur njeriu I jep shpirtin Allahut të madhëruar, ai do thotë sa shpejt, dua dhe afat tjetër, dua dhe pak kohë. Vërejmë në rrjetet sociale lajmërime të ndryshme të vdekjeve. I vërejmë ato para Ramazanit, I vërejmë në fillim të Ramazanit, I vërejmë gjatë Ramazanit. Ta Allahut jemi të ka I do themi, më doroj jetë sot babai. Ta Allahut jemi të ka I do themi, më doroj sot nëna jetë. Ta Allahut jemi të ka I do themi, më doroj sot jetë vllai, ose xhaxhai, ose daja, ose gjyshja, ose gjyshi. Askush prej nesh nuk e di se kur të jetë momenti më I rëndësishëm jetës së tij, ai moment I cili do ja dorëzojë shpirtin Zotit lart. Dhe askush s'duhet ta lejë në harresë këtë moment. Përkundrazi jemi urdhëruar ta përkujtojmë sa më shumë të çast. Përkujtoni sa më shpesh atë që ju prish lezetet e juaja, dhe ajo është vdekja, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pse profeti alaihi salam na këshillon të këshill, e cila nuk është këshill nga mendja e tij, por është këshill e cila është udhëzim nga Zoti I tërbotrave, sepse njeriu në natyrën e tij e harron shumë shpejt vdekjen, e harron shumë shpejt përfundimin, afatizimin e tij në këtë botë, ose dëshiron të alej në harres momentin kur ai do I japi lavdërinë kësaj bote, ti vendbanimi, dhe do shkojë në vendbanimin tjetër që është vendbanimi I varrit. Në atë vendbanim nuk bën dobi asgjë, as pasuria, as fëmia, as fama, as bukuria, as forca, asgjë. Sa I vdekuri, për të kujtuar këtë gjë, Allah I madhëruar I mundson të dëgjoj hapat e shoqëruesve të xhenazës së tij kur ata largohen. Por t'i thonë atij në një formë që ti je I vetëm. I vetmi që çron ty janë punët e tuaja. A është realitet apo është iluzion? Jo, është vërtet. Për të tregojnë argumentet sheriatike, hyjnore, tregon logjika jonë, dëshmojnë shqisa tona.
që shikojmë çdo ditë të vdekurit në provare futen, të gjallët e djeshëm, sot janë të vdekur. Ne sot jemi të gjallë dhe jemi kufoma në të ardhmen. Por se besimtari beson në botën tjetër, beson në ditën e llogarisë, beson në jetën e varrit, në një ditë që të ringjallën të vdekurit dhe të shpërblehet tek Zoti i tyre. Dhe kjo e shtyn besimtarin të kujdeset sa më shumë për veprat e mira, për mos neglizhimin e punëve të mira. E bën besimtarin dhe njeriu të ketë frikë të shkeli kufit që Allahu ka vendosur. E bën njeriu të dridhet, të bëjë një haram, një ndalesë, dhe nuk mbështetet tek mëshira e Allahut kur ai e vepron gjunahin. Dhe nëse ai vepron, dera Allahut e pendimit është e hapur, por se nuk bën hile me Zotin e tij, duke thënë në momentin që ai bën gjunahin, o Zot më fal, o Zot më mëshiro, po e vaj, po ti do më mëshirosh. Jo, ky nuk është morali besimtarit. Ky nuk është morali besimtarit. Besimtari në momentin që shejtani i mallkuar dhe nefsi i tij që udhëron në keqen e fton për bërë gjuna, ai kujton dënimin e Allahut. Kujton kur dali para tij dhe nuk e mashtron veten. Dhe nuk e mashtron veten dhe e merr me të mirë, duke thënë se Allahu është i mëshirshëm para gjunait. Dhe nëse nefsi jot të nxiti dhe shejtani më fort të nxiti për të bërë gjuna, pasi ti e bërë, dhe ndjen dhimbje dhe do të thesh, por ka Allahu është e hapur. Gjithmonë porta e pendimit është e hapur. Deri në momentin kur të vijë shpirti në fyt, ose të lind i dielli nga perëndimi. Të dashur vëllezër, do ta vlerësojmë mirësinë e Allahut që na dha jetë, ta jetojmë të Ramazan, t'i projektojmë të ditë të begata, kur na agjërojmë, falim namazet farz, falim tarawih, japim sadaka, bëjmë punë të mira, lutemi. Mundësia më e artë në Ramazan për të lutur, nga momenti kur ti agjërueshëm, nga momenti i syfyrit, deri në momentin kur ti e çel agjërimin, të çdon mundësia e artë për të lutur, sepse Allahu ka premtuar se lutja e agjëruesit është e pranuar. Në dorën e kujt janë gjërat e kësaj? Ke një hap? Ke një shqetësim? Ke një problem? Çfarë qetëson? Çfarë mungon? Ku ti friksohesh? Çfarë dëshiron? Nga ti kthen shikimet e zemrës tona? Nga Allahu i madhëruar, nga Zoti i gjithësisë, nga krijuesi i ynë, nga i cili kujdeset për çdo qelizë tonë, për çdo qelizë të çdo krijese. Allahu azza wa jalla, i dashuri, miku i besimtarit, i mëshirshmi për çdo krijesë, i do të mirën çdo krijesë. Allahu azza wa jalla do udhëzimin e njerëzve dhe i tregoj atyre të vërtetën, po janë njerëzit ato të cilët nuk e duan dhe refuzojnë atë që Allahu ka zbritur për të vërtetës. Nëse ne nuk i vlerësojmë këtë ditë që kalojmë dhe këto momente të begata, kemi humbur një mirësi shumë të madhe. Nuk do mundesh do t'i shfrytëzosh punët e mira në këto net dhe këto ditë të begata të Ramazanit, vetëm pasi ti ta ndjesh mirësinë dhe vlerën e madhe që kanë këto ditë dhe net. Dhe është për mirësisë së Allahut azza wa jall që ne jemi të udhëzuar. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Dhe nëse nuk do ishte mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, do ishit
prej të shkatëruarve. Dhe nëse nuk do ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij, shumica juaj do ndiqte shejtanin, përveçse pak për jush. Dhe nëse nuk do ishte mirësia dhe mëshira e Allahut ndaj jush, nuk do pastronte asnjë zemër për jush, për zemrët tuaja. Prandaj besimtari e vlerëson atë që Allahu ka dhënë, prej udhëzimit dhe mundësimit për të vepruar punë të mira. Dhe i shfrytëzon sezonet dhe ditët ku këto shpërblime shumë fishohen, siç është Ramazani, dhe siç janë 10 netët e dekadat e fundit të Ramazanit. E lutë Allahu të na bëjë për atyre që agjërojnë Ramazanin deri në fund, falen deri në fund, punojnë punë të mira deri në fund, dhe deri në fund të jetës së tyre. Dhe Allahu na pranon punë të mira, na fal gjunahit dhe gabimet tona. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet i përkasin gjithmonë vetëm Allahut të mëdhenuar, çdo mirësi është prej Tij. Çdo mirësi që ne kemi është prej Tij dhe vetëm e Tij. Çdo mirësi prej kësaj bote, dhe çdo mirësi prej botës tjetër është prej Allahut të mëdhenuar, dhe mirësia më e madhe është udhëzimi në rrugën e Tij, udhëzimi në besim. Kur Allahu na i bën të dashur besim dhe punë të mira. Prandaj Allahu na dhuroi thotë, dhe Allahu është ai i cili a bëri të dashur besimin në zemrat e juaja dhe e zbukuroi atë në zemrat e juaja. Dhe a bëri të urryer mosbesimin dhe kundërshtimin e tij në të qiell. Allahu na bëf për këtyre. Të dashur vëllezër, muaji më i mirë vitit është muaji Ramazan. Netët më të mira të Ramazanit janë 10 netët e fundit. Dhe nata më e mirë e këtyre 10 netëve është nata e katërt. Është nata më e mirë, për cilën inshallah do flasim më shkëlqyenisht në hutbën e ardhshme. Por se do i kujtoj atë kuranor, surë që Allahu i madhëruar më saktë e ka veçuar vetëm për natën e katërt. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e zbritëm Kur'anin fjalën më të mirë në natën e katërt. Wa ma adraka ma lejletul qadr. Dhe çfarë të mësoj ty për vlerën e natës së katërt? Lejletul qadri khayrun min alf shahr. Dhe nata e katërt është më e vlefshme se 1000 muaj. Adhurimet që vepron besimtari, punët e mira që vepron besimtari në këtë natë, janë më të vlefshme se 1000 muaj, gati 83 vite, një jetë. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Natën begat, qielli dynjas mushet me engjëj plot. Zbret dhe Gjibrili alayhis salam, dhe mbi gjitha zbret Allahu i madhëruar. Me emrin e Allahut, me idhnin e Allahut, me urdhrin e Tij, për çdo çështje në lidhje me caktimet e njerëzve krijesave. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kjo natë është paqe, shpëtim nga çdo gjë e keqe, deri në momentin kur vjen fajri, sabah. Është mundësia më e artë dhe më e mirë për ta shfrytzuar. Kush falet natën e katërt, do t'i falen gjunahet e kaluara. Dhe thot profeti alayhis salam, ju erdhi Ramazani, dhe më njëherë nëse fjala thot, në këtë është një natë, nata e katërt, kush privohet nga mirësia e saj, pra kush neglizhon dhe nuk punon dhe nuk përpiqet që
që nga fillimi i natës deri në fund, për të arritur mirësinë e saj, në adhurim dhe kushtirat, kush neglizhon dhe nuk përpiqet, ai është i privuar. I privuar i vërtet është ai i cili privohet nga mirësia e natës së katërt. Ishte Abdullah ibn Mesudit që këshillonte, thoshte: unë thoshte e kërkoj natën e katërt gjatë tërë vitit. Do habitën sahabët dhe dietarët më pas. Dhe je dite që natën e katërt ishte në muaj Ramazan dhe në 10 netët e fundit të Ramazanit. Thoshte kjo vlerë e madhe e natës së katërt më bën mua që unë të angazhohem, të edukoj vetën time, që të çohem për herë gjatë natës, ta ngjall natën time me adhurime dhe butmira, për të qenë gati, pa gjatë tërë vitit, për të qenë gati në muajin e Ramazanit, në 10 netët e fundit të Ramazanit. Prandaj, thënë se letët parë ta, nëse nata e katërt nuk e njihesh muaj i saj, asë në cilat 10 netë ishte, dhe na jesh pra e pa njohur gjatë tërë vitit, pa do thuash që nata e katërt është një natë gjatë tërë vitit. Ka këtë vlerë, do ja vlerte që në çohesh në çdo natë nga fillimi deri në fund, pa fjetur, por vetëm duke angazhuar me punë të mira. Dhe ishte profeti e selam, kur hynte nata e parë e 10 netëve të fundit, ai e gjallte natën e tij, pra e gjallte nga fillimi, nuk flinte si netët e kaluara, pra si në 10 netët e kaluara, që dhe flinte edhe faqesh. Në 10 netët e fundit, ai vetëm e kalonte me adhurim, me namaz, me Kur'an, me lutje e dhikr. E ngjallte natën e tij, e zgjonte familjen dhe fëmijët e tij, që i bashkëviteshin atij në këto punë të mira. Gjette, ai përpiqesh fort në adhurime. Zemra e tij ishte tek Allahu Azza wa Jalla, kërkonte sa më lart. Dhe e lidhte rrypjen e rrobës së poshtme, pa tregonte largohesh nga marrëdhëniet intime në atë moment. Për të përqendruar, të fokusuar tek adhurimi, tek punë të mira, tek lutjet, tek mirësitë e mëdha që Allahu i madhëruar zbret në natën e katërt, për të kapur natën e katërt. Prandaj është i vlerësuar edhe itikafi, pra qëndrimi në xhami, në 10 ditët dhe netët e fundit të Ramazanit. E lutem Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që arrin natën e katërt me sinqeritet, duke llogaritur shpërblimin, duke besuar dhe duke llogaritur shpërblimin që Allahu i madhëruar ka kërkuar në këtë natë. E lutem Allahun e madhëruar të na bëjë prej atyre që Allahu i shpëton në natën e zjarrit të xhenemit, dhe i bën të shpëtuarve, i bën për banorëve të xhenetit Firdaus. E lutem Allahun e madhëruar të udhëzoj familjet tona të fëmijët tanë në rrugën e drejtë. E lutem Allahun e madhëruar të përshëndrojë zemrat tona në fenë e tij, në bindjen e tij. E lutem Allahun e madhëruar të na bëjë besimin dhe punë të mira të dashura, dhe të na bëjë të urryer mos besimin dhe kundërshtimin e tij. Dhe e lutem Allahun e madhëruar të na japë përfundim të mirë, na ruaj nga përfundimi i keq, nga një përfundim që është në jo islam, në mosbesim. Allahu na ruaj. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.